Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falënderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë ndjekur rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri dhe ndjekin deri në ditën e gjykimit. Ky është dersi i 37 i radhë. Kemi qenë para Ramazanit, kemi qenë duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kena arritur tek hadithi 13 me radhë. Zotë që ata tjetër kena kompletu me kërejt çka mujna me nxjerr prej hadithit. Por jena përpis sa ma kështu ma sipërfaqësisht gati thujse, hadithet sipërfaqësisht mi fol për ato hadithe. Por 40 hadithet e Imam Neveviut dhe amo hale nuk jemi në gjysë të adhimi. Jemi tash të hadithi 13 me radhë. Dhe hadithi 13 me radhë, hadithi vjen për Enesit. Radhiyallahu Anas ibn Malik. Anas ibn Malik është shok i pejgamberit. Malik ibn Anesi është i pari me dhëbit Maliki, që mi dalluat nga truhet në emër. Për Anesin radhiyallahu anhu inshallah do vjerani me fol. Po një herë të këshirmi pak të flasmi për hadithin e 13 me radhë. Unë do ta vazhdoj se qëllimi jam është ta përfundoj 40 hadithe, ti përfundoj. Ndërsa, ky hadith që më për Enesit e ka sjellë Imam Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nuk ka besuar asnjëri për juve, derisa ta dën për vëllain e vet atë që e dën për veten e tij. Do thotë nuk ka besuar asnjëri për juve, derisa ta dën për vëllain e vet atë që e dën për veten e tij. Hadithi ky pak fjalë, por i rëndësishëm është shumë si hadith. Bili për tyre Abu Dawud Sijistani, kur ka folë për këtë hadith, ka thonë ky hadith është prej haditheve që thuj se krejt islami sillet rreth këtij hadithit. Krejt islami. So mbarësia në botë kishte me shku, so të mirat në rruzullin të kësur kishin me hecë, so vllëznillaki, so dashuria mes vëllezërve, so dashuria mes të afërmve, so të mirat, so lidhjet e forta kishin me qenë nëse kishmi me punu veç me këtë hadith. Edhe so njerëz kishin me qenë ashtar si sebeb, por udhëzimin e plot njerëzve tjerë veç me hes me këtë hadith. So njerëz nuk kishin me met pak onasht pra pambetur veç me punu me këtë hadith, se hadithi tha: "Nuk ka besu ndonjëri për juve, derisa ta dën për vllavin e vet atë që e dën për veten e tij." Ti ta shemot veten tënde. Nëse e sheh që ti nuk je ka e dën, nuk je ka e dëshiron për vëllain e tij, për vëllain tënd, atë që e dën për veten tënde, dije se imani jot ka problem. Hadithi po thotë nuk e besu. Derisa ti se dën për vëllain tënd atë që e dën për veten tënde. Vllau këto është për qëllim vllaun tënd musliman. Nuk është fort për qëllim veç vllauvin biologjik, të nanës, për nanës dhe babës, ose veç për babës, ose veç për nanës. Po është për qëllim vllaun musliman, pavarësisht a ki vllaut nanës, babës, a veç babës, apo vllau musliman vendit tanë, fshatit tanë ku jeton, qytetit tanë, shtetit tanë, të ruzullit të kësur krejt. Se dën, nëse ti po të rahatime, pos të mira, knaqësime, pos të këtu, por s'ki qef, vllavi jëtë për shambull në Prishtinë, ti jetë në Lipjan, në Prishtinë a i s'ki qef me pos të mira. Imoni jesë është në regull. Nëse ti në Kosovë, dënë vish në Kosovë të jemi mirë, e vëllëzërit tu, për shambull në Gaza atje, s'dën me ko mirë, s'ki qef me ko mirë, imoni jesë është mirë. Nëse ti këtu mirë, po vëllëzërit tu musliman në burë ma atje, s'dën me ko mirë, imani jëtë nuk është mirë. Imani ka problem. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, këti njeri tha, nuk ka besu ndonjëri për juve, derisa ta dën për vëllain e vet musliman atë që dën për veten e tij. Ndërsa njëri prej dietarëve të tjerë, El-Fashti, është një prej dietarëve të mëdhëbit Shafi'i, për këtë hadith, për vlerën e këtij hadithi, thotë ky hadith është rregull në Islam. E që ky rregull thotë është ai rregulli që ka urdhëruar Zoti në Kur'an.
Kur Zoti në Kur'an ka thonë wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ju kapuni për dinin e Zotit, kapuni për litarin e dinit Zotit, kapuni për fen krejt e mos u përçani. Ky dietar që përmendaj me dhëbet e Shafi'i ka thonë se është për qëllim ky hadith, që ky ajet bashkohet me çet hadith. Domethënë kapuni për feje krejt e mos u përçani. I bjen tash të dhona tjetër. Duje për vllavin tan, që ato që e don për veten tonë, dhe për këta disa fra dietar thash kanë thonë se ky hadith është që përmenda Davud e Sijistani, ka thonë krejt feja sillet nëse ne me retire këllësan mirë. Që këtë hadith kime vrej që krejt diçka se krejt prej fejës diçka ka më kopë në që këtë hadith. E disa bili thanë prej 4 shtyllave të fejës, nëse ndojnë hadithet, ose kur ti të bojnë hadithet, ajetet, fejni ndojnë në 4 shtylla, një prej 4 shtyllave ka me konë që ky hadith. Apo e vreni se sa i rëndësishëm është ky hadith që tha pejgamberi alayhi as-salatu was-salam se nuk ka besu ndonjëri prej juve derisa ta don për vëllain e vet atë që e don për veten e tij. Kjo fjala nuk ka besu, nështë të përmend edhe pak më poshtë, vetëm se fillimisht në hadithi që shtë buk falë. Por nëse tjerë hadithi nuk do të kuptohet në një kanë tjetër, që nëse nuk do të kuptohet në një kanë tjetër që ti nëse se dëmë për vllamin e vetë. Ti po ki qef mi pos kushtit mirë, edhe me kon rahat. Por nëse ti si dëmë për shokin tanë musliman, vllavin tanë musliman, të afrimin tanë musliman, se dëmë diçka që nuk do të kuptohet prej hadithit se ti si je musliman heq. Se hadithit nuk ka besu. S'do të kuptohet kësilloj hadithit që si je musliman heq. Por shka do të kuptohet? Do të kuptohet se e ki imonin tanë të mangët. Për nga që kjo e vreni, qoftë ai njëri i thjesht, qoftë një i moshuar, një i ri, qoftë edhe hoxh. Nëse s'ta dën ty ose hoxhës tjetër, që s'ka kur far pengese me ato, s'ka kur far mos pajtime to, thjesht, veç pse ai është hoxh, ai pse ka arrit, ai pse po din, nëse këti hoxhës tjetër, veç pse ako tash i noti, nuk e ka qep, nuk po i pëlqen, pse ai hoxha ka, ai hoxha është ngrit, ato zoti e ka ngrit, ati zoti ka mondije, edhe pse hoxh s'ka lidhje. Vetëm se hinë që të hadith. E që i vjen, imani i ati hoxhës në kuft hoxh, është i mangët. Edhe nëse kjo dhe qështë dunjas hinë, nëse për shembull njoni, në dunjani hoxh, pezam, i ka kushtet mirë. Një hoxh tjetër, si ka bash mirë. E ka i noti, e gjelezën, nashtë edhe përgojën, e sene, veç pse kjo ka kushtet mirë. Ka hinë që këtë hadith. Qëka i vjen? I vjen këtë hadith se kjo e ka imanin e ti të dëbët. Por që ke imanin e ti të dëbët, shka po i bika? Dhe që pas ka dëbët qashtu? Jo, tash do t'i përmemi do regullat që nëzirën për hadithit. Por kjo i bjen që ti si musliman, qëftë hoxh, gjemoti t'jesht, i moshuar, i ri, cili dhe? Nuk ja dën ato që dën për vetën tonë, dhe si ja dën vllavit tënd, a di shka i bjen? I bjen që ti je mëkatar, mëkat të madh. Tu i në shpe. Tu i në shpe mëkat njënë e thëtë unë s'po baj kur gjonë. Sen s'po baj të keqe? Shumë mirë jam, ku si e hinë haka s'ko gjonë. As nuk e kam rejka, nuk e kam mytë kërkan, si u shpandu në të raset për dhe të fundit. As se kam rejka, se kam mytë. Mirë, po, me bo me pyt, a i vetën e vetë, le ta pyt zemën e vetë. A ki qef këshia jëtë me kohë sikur ti që ke arrit, alhamdulillah ke arrit, ke bo pasurie, ke bo. A ki qef, nuk më përqenë, s'kam qef. A i vesh me bo monolog me vetën e ti, s'm përqenë, s'kam qef. Që këtë tujnejt në shpesh me katari madhë. Ta di? Jo i vëgën, me katari madhë. Është vesh pse nuk ja dën vëllat të vetë atë që dën për vetën e ti. Ndërsa djetarët në tonë të ky hadith, do të kuptohet edhe e kundërta e hadithit. E kundërta e hadith është, hadithi fillimisht po thotë, nuk ka besu ndonjëri për juve derisa ta dën për vëllain e vet atë që dën për veten e tij. E kundërta është, s'ka besu. Ai i cili një sen çka s'ka qef për veten e tij, i alen vetës me pos qef për dikan tjetër. Ti s'ki qef me ka për shembull ignorant. Ti s'ki qef me ka ignorant, po ki qef një këshia jëtë me ka ignorant. Ti, për shembull,
S'ki qef me ko i varfër, por ki qef një i afërmi juti, një musliman me ko i varfër. Ti s'ki qef për shumë me ko qaqë që se merë vesh atë shahadetin me ta në aspektin e thejës po plas, as shahadetin s'di me ta thonë dhe as me ta përkty, ti s'ki qef për vete, ama ki qef për këshin tëndë, e të afërmin tëndë, e muslimonin tjetër. Këtu kuptuat e kundët e hadithit. E para ke, nuk e besu dhe sot ta dush për vllamin tënd, atë që dëm për veten tënde, e kundët është s'ke besu hale, deri sa nuk e urren atë që se pëlqen për veten tënde, mos ta pëlqesh për vllamin tënd. Kjo i vjen pasaj zbërtimi së dytës, të parës është ty ta ka dhënë Zoti mundësinë për një fejen, alhamdulillah. Se ki imonin e plot, se ki imonin e plot deri sa s'ban edhe ti një vllamin tanë she, ti vetin pe din fejen, alhamdulillah. Një hoxh, x hoxha, pe din për vete, ama xhamotet ti s'ja kallzon fejen. I bjen që është hin këtë hadith. Me ka thor hoxha ty najt, vetë pse s'ja kallzon se për vete po i din sanet. Për vete po i din, a xhamotit hiç s'ja kallzon. Si anin pse xhamoti ti për shembull janë për tuke. Këtë shpejën për thamë. Janë për tuke s'morin me shkurgjon. As nuk i ma ders, as nuk i ligjeran, as kur gjejq. Atër ka hinç këtë hadith. Por edhe kundërta, se për veti po koqe meditaj, ndërsa për xhamatin spianin. Edhe thashe kundërta, nëse shen një, kundërta kuptuat shtesa, nëse shen një shukin tanë, një tafrin tanë, një vllavin tanë, një dashamirin tanë musliman, që është shumë ignorant. Jo përfyrje, ignorant, ignorant përfyrje. Po s'din, nuk din. Edhe ti e ke mundësin, ti për të rasti, mundësia që ti qatina mja të hek vretin. Nëse e shetë e bo një shirk të vëgël, se shirk të dohet i madhe vëgël, pezam. Edhe nëse e shetë e bo një shirk të vëgël, ja të hek vretin. Molla jam. Vështë gjaj metodën e mirë, mos se nuk banë qështu, se kjo shirk i vëgël. Shirk i vëgël është kërësënë me zjanë gjëhnemit. Edhe ja nisi për spjegan. Sa që dikush ka thonë, me bo që shirkën e vëgël, gjithë qysh ki me hinë e në gjëhnem. Pa në djali mirë se dush, bërë i mirë, grë mirë, për dhe sa ki shirkën e vëgël, gjithë qysh një herë ki me hinë gjëhnem. Kjo me ndimin me sudi bile. Pastaj, e shë për shumë njëni së dhja së më falë. Mi po ti rren me tonë, ti ke mundësin për ta përmirësu. Edhe nuk e përmirësan, e lenë, kur gjusë të pengan, ko mundësin e ha najt penges që ti së mund e shmja të hek vrejtjen, po këtu së pat penga kur gjon. Si të hek vrejtjen, ke hinë që këtë hadith, je për e atyre që halja nuk është plëtsu imoniet. Qëka nëzirëmi pak ma konkluza për hadithit, për e ty në nëzirëmi që për e të mirave që nëzirë për këti hadithi, që mushtu një loj, kjo hadith në nëzit, mushtu dashuria në mesin e muslimanve. Kjo hadith në nëzit mushtu dashuria, se ti nëse një vllavit tanë musliman, që rrinë vesh me ton, shkën të emsu, ti përdin sanet, shkën të emsu, do të këshia shka s'po kishe për vetën tonë, s'po dënë mi alon aste aj tjetri, atëherë padoshin, nashtë edhe padoshin tonde, ka mushtu dashuria mes teje dhe ati, ka me të respektu më shumë. Po nëse ti, bohësh për shambull nëse pezom një huqë, në kej që atë veni ku banda vetaj, ja të hek vetëm, e zbanë qështu, do qështu. Allahu është dashuri. Veç në praktikimin e këtij hadithit, një prej senave që ka nëzirit, është shtimi dashurit mesin e muslimanve, forcimi, e tjeta që përfitot, forcimi i lidhjeve të muslimanve, që tjera lidhjet kemi unë me ty, kur vazhdimisht në të hek i vrejten, edhe ti mu vazhdimisht më të hek vrejten. Vazhdimisht në të mësej diçka të re, çka unë e diti se din edhe kam qef edhe ti me dit. Sikur që ka thonë Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë kur pëmsej një sen të re në fe, ka thonë po kam qef krejt trupi jam më bo vesh. Pse? Se më të qysh ku peni që atë më knaq që dhe veshi. Pa kam qef më bo këtë trupi vesh më knaq këtë trupi. Nëse qështu po du për vetën time, nëse një nisi ta mësej dhe ty. Hej, sot e lexova një shka të re, e mësova një sen të re në fe. Që ta kallëzaj, atë kam më bon lidhjet mes neve, dashurien mes neve kam ushtu, edhe lidhjet mes neve kanë me u përforcu, edhe sa në tjera që ka të nëzirë në për këti hadithi, mbetën në radhën e ashme, për kjo është hadithi 13 me radhë të kë 20 hadithit e Imam Nevevit, dhe hadithi ke nuk ka besu ndë njëri për juve, deri sa ta dënë për vlanë e vetë, atë që dënë për vetën e ti, walhamdulillahi rabbil alamin.